Jetojmë në një shtet me shumë problematika. që vjedhin kështu me 7 lungë, jo me një. E shqyr kemi një gocë sot, mas ca kohësh, se ngele duke më bë kritika. Ngele duke na ftuar çuna, ngele duke na ftuar çuna. Po të shi varet si të vi. Si thoshte ai, si të vi vakti. Si të vi vakti, si t'jet vakti. Paola, nga t'ja nisun si të prezantoj ty, që ti ke gjitha ato pasione, sporti, në ujë, në lartësi, në tokë. Shiko, ndoshta e prezantoj unë pak më thjesht veten time. Unë profesion jam udhërfyese turistike, specialiteti veçantë. Edhe në specialitetet e mia janë 9 disiplina sportive që unë i praktikoj. Ecje, ski në mal, jo në pistë, biciklet, off-road, kajak, stand-up paddle, zhytje. Pra janë 9 disiplina të ndryshme që unë i praktikoj në profesionin tim. Kjo është në vija më të përgjithshme dhe më thjesht e shpjeguar. Thjesht e shpjeguar, po shumë e komplikuar për ne që e dëgjojmë si zotron gjitha këto. Si ja ke arritur? Është pak e komplikuar në fakt se çdo disiplinë ka, si thua, teorinë dhe praktikën e saj, edhe janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Po e mira e të gjithave është se ti në çdo sezon ke ka një sport të ndryshëm për të praktikuar dhe nuk të kthehet në rutinë ose në diçka të mërzitshme. Qofse ti je në dimër, do bësh ski në mal ose ecje me radh bore. Qofse je në vjeshtë, do bësh ecje ose do bësh dalje me biciklet ose dalje me makina jashtë rruge. Pastaj në periudhën e verës është zhytja, kajak, stand-up paddle, pra çdo sport është shumë i ndryshëm nga njëri tjetri, po kjo e bën edhe të veçantë edhe të bukur profesionin që unë kam. Nga të lindi ky frymëzim për të zgjedhur këtë profesion? Që është edhe i vështirë, themi. Është i bukur, po është edhe i vështirë. Sa i bukur është, aq edhe i vështirë është, edhe aq i komplikuar. Unë në familjen time, baba im është marrë me atletik, edhe që në moshë të vogël ne kemi dalë në mal çdo fundjavë. Do me thënë, ose të shtunë ose të diel, ne do shkonim në Bozdovec, ose për ski në dimër, ose për ecje në Bear. Dhe që në moshën 5 vjeçare, unë kam ipur mbi ski edhe kam filluar ta praktikoj si sport edhe ta kem si dëshirë. Mirë po me kalimin e kohës pastaj edhe duke u rritur, nga dëshirë edhe pasion nuk kthye në profesion. Kur isha në qytetin tim në Korçë, e zhvillonja thjesht vetëm si pasion, pastaj u bëm pjesë e federatës së skive, u bëm sportistë të federatës, përfaqësonim Shqipërinë në aktivitete ndërkombëtare, po jo në një rezultat për t'u mbajtur mend, se kushtet ishin të tilla, mundësitë ishin shumë të vogla për të konkuruar me botën. Megjithatë Shqipërinë e përfaqësonim edhe përpiqeshim në mënyrën më dinjitoze të mundshme, me aq mundësi sa kishim. Pastaj kur erdha në Tiranë që vazhdova universitetin e sporteve, në vitin e 2 të universitetit u organizua një kamping malor në Theth për 2 javë. Fjetëm në tenda, gatuam jashtë, një ditë bënim ecje, një ditë bënim climbing. Edhe kur u përfundua ky aktivitet, ky kurs, studentët më të mirë i mbajti agjencia për si thua për praktikant. Midis tyre isha dhe unë. Edhe sot jam 13 vjet mbas atij kursi që e praktikoj profesionin tim. Po kur ke praktikuar ski në moshën 5 vjeç, si kanë qenë, se Shqipëria nuk e ka pasur si shumë të zhvilluar këtë lloj sporti? Shiko, në atë kohë ne shkonim në një zonë të Korçës, në Bozdovec, diku le të themi 20-30 minuta larg qytetit. Kuptohet, nuk kishim asnjë lloj kushti dhe asnjë lloj mundësie. Skit ishin druri, nuk mund të pretendosh që ishin si kur janë sot, ose rroba nuk kishim, ambient për të qëndruar nuk kishim, thjesht ndisnim një zjarr jashtë, atje gatuanim, atje rinim, thaheshim, se lageshim, binim, ngriheshim.
Megjithatë kjo e ka bërë më të bukur edhe më të rejtëse Eksperiencën. eksperiencën. Shkonit familjarisht në këto eksperiencë apo? Jo vetëm familjarisht, ne organizoheshim si lagje, si pallat, kuptohet me familjen, edhe pastaj kur unë u bëra pjesë e ekipit të atletikës së qytetit Korçës, të ekipit Skënderbeut, vinte edhe i gjithë ekipi atletikës. Pra, nuk ishte vetëm një familja ime, po ishin shumë familje dhe shumë fëmijë që vinin për çdo të shtunë, për çdo të diel në Bosdovec që jo vetëm bënim ski, kush kishte mundësi bënte ski, se nuk kishim, pra mund të kishim 2-3 palë ski për shembull, edhe ato i përdornin të gjithë fëmijët me radhë, simbas mundësisë që kishin. Po për të shkonim masivisht shumë, të paktën 30-40 veta ishim patjetër. Goxha organizime, kishit me pasion gjithë, apo ishte edhe një formë socializimi e shfrytëzoni për? Shiko, ishte si një lloj lajmi të themi që ose të shtunë, ose të diel, ne niseshim në orën 8:30 nga qyteti dhe kush të donte vinte. Dhe të gjithë në orën 8:30, kush kishte dëshirë ishin te vendi i takimit që e kishim caktuar, ishte i njëjti vend takimi gjithmonë. Atje mblidheshim, kishim një fugonin ton që futeshim të gjithë atje në kamp qëndronin, po vetëm për të shkuar edhe për ta shijuar sa më shumë atë fundjavë. Çfarë vitesh bëhet fjalë? Bëhet fjalë nga vitet 94 deri në vitet 2000. Interesante, sepse sidomos në këtë periudhë që përmend ti, deri në vitet 2010 paktën, në Shqipëri pati një si tërheqje nga kjo kultura sportive, organizimi. E drejtë është kjo që thua, pati shumë tërheqje edhe nëse ti thoje që të shkoj në mal, mendoheshe sikur nuk ishe mirë edhe nga mendja. Thëshin ky s'qen ka mirë që sepse erdhi ky trendi që forma argëtimit shqiptarëve është ku të shkojmë në kafe ose tulemi në restorant, sepse e shifnin si turp që tuleshin në lulishte ose në natyrë se të shkonin bënin një piknik. Shiko, unë mendoj që kam qenë nga ato fëmijët me fat, që në familjen time jam rritur me këtë lloj fryme, që të shtunë të diel ne duhet shkonim patjetër në mal. Po kam qenë me fat edhe në ekipin e atletikës ku kam qenë, presori im, ai ishte shumë i apasionuar mbas natyrës dhe çdo fëmijë ishte, le të themi, i detyruar të vinte të shtunë ose të diel në mal për piknik. Kështu që një formë detyrimi, por që më mbrapa pastaj u kthye në një kënaqësi që mezi prisnin të vinte shtuna ose diela për të shkuar në mal. Si mendon ti, kjo ka të bëjë shumë kjo kultura familjare ose shoqërore që marrin? Patjetër. Shiko, ajo është gjëja më e rëndësishme që sepse fëmia si të edukohet në familje, si të rritet në familje, ashtu do vazhdoj edhe gjatë jetës. Nëse për shembull prindrit nuk e nxjerrin fëmijën fundjavave diku, ai nuk ka se si ta ndjejë atë kënaqësi, se si ta marrë atë kënaqësi. Mund të provoj kënaqësi të tjera, për shembull prindrit mund të kenë ide të tjera për fëmijët e tyre, mund t'i çojnë në kurse për të zhvilluar më tepër në, nuk e di, ndoshta kurse matematike ose fizike ose anglisht, po dëshira e prindërve të mi kjo ishte që ne të ishim sa më pranë natyrës edhe ashtu vazhduam. Dhe realizuar. Ti vetmja që e ke ndjekur, ke vlla e motër që... Unë kam një motër më të madhe, kam dhe një vlla më të vogël, ne jemi 3 fëmijë. Ne të 3 shkonim për çdo fundjavë në mal, edhe të 3 i mësuam skit, motra vazhdoi dhe basketbollin pak më vonë, kurse vllai vetëm pak u mor me skit, por që dëshira edhe dashuria për natyrën është njësoj e të 3-ve. Edhe sot për shembull, se motra ime jeton jashtë shtetit në Spanjë, ajo përpiqet që çdo të diel ta ketë piknik me familjen e saj. Kurse ti je zhvilluar më shumë në këtë aspekt edhe kurse unë kam, domethënë, unë kam piknik çdo ditë. Unë për shkak të profesionit jam në teren për çdo ditë. Kështu që ose jam në mal ose jam në ujë për çdo ditë. Me që do ta zhvilloja më vonë këtë pyetje, po më që e nxorëm tash. Si duket vetja? A ke ditë për shembull që do trish në shtëpi? Të parazitohesh komplet, le të themi, sot dua tri, sepse
jam gjithkohës në terren. Shiko çfarë ndodhi. Në kohën e Covidit, ne qëndruam të bllokuar për 3 muaj në shtëpi. Ma beso, ato kanë qenë 3 muajt më të tmerrshëm të jetës time. Atë javën e parë, hajde diçka se pushoi pak trupi, u çlodh. Pastaj filloi një monotoni e tmerrshme. Unë nuk mund të qëndronja dot në shtëpi. Dhe Fillove të hipëshm për divan. Jo, përveç se në divan. Fillova vishnja rrobat e malit, vishnja menja dhe çantën, edhe bënja ecje në për shtëpi ose dilnja poshtë te lagja, bënja ecje. Kush të ka parë me atë veshje ka thënë kjo që nga e çmend. Efektet e para të izolimit. Efektet e para të izolimit këto ishin. Pastaj filluam me kolegët, se ishte e pamundur dhe për ata që të qëndronin në shtëpi. Filluam me kolegët, morëm bicikletat dhe nuk kemi lënë fshat të Tiranës pa vizituar me bicikletë. Mundoheshim të ishim sa më korrekt me oraret e periudhës se dilnim në orën 6 dhe duhet të ktheheshim në orën 2 si ishin ato kufizimet. Po ideja është kjo që unë nuk mund të ri dot mbyllur në shtëpi, qoftë edhe për një ditë. Domethënë nëse duhet unë të relaksojmë, duhet të relaksojmë në natyrë, patjetër, jo në shtëpi. Bëhet ndonjëherë relaksimi jot është gjithmonë kaq i vrullshëm apo thjesht duhet të jesh në natyrë? A nuk bëhet ndonjëherë e lodhshme kjo aktiviteti? Të thash, për shkak se unë kam disiplina të ndryshme që i praktikoj, në sezone të ndryshme kam sporte të ndryshme dhe asnjëherë nuk bëhet monotone, sepse ti ke vetëm pak kohë për të praktikuar, për shembull skit në mal. Ke vetëm 2 ose 3 muaj mundësi për t'i praktikuar, se pastaj shkrin bora dhe ti s'ke më mundësi për të dalë në mal. Dhe derisa të vi vitin tjetër, ty të merr malli për t'i hipur në ski, jo të bëhet monotone. Kështu që kjo është e mira e asaj që unë praktikoj. Për vetë aspektit monoton, jemi njerëz, edhe femra normalisht kemi këto ndryshimet hormonale, ato periudhat e lodhjes fizike, kështu nuk si i përballon këtë? Nuk e ndonjë ditë lodhja fizike është e përballueshme, po lodhja psikologjike është pak e përballueshme, si thua. Unë mendoj se jam një njeri psikologjikisht i fortë, që më bën të mundur për të praktikuar, për të patur këtë lloj jete, edhe këtë lloj vrull jete, intensitet jete që kam. Po patjetër që çdo njeri, jo vetëm unë, po gjithkush ka ato ditët e tija jo të mira, të thuash që të doj të qëndroj vetëm me veten e tij pa patur kontakt me njeri. Po mua më kalon shumë shpejt kjo, 1 ose 2 ditë dhe pastaj jam në rregull. Nuk zgjat për ato 1-2 ditë mos i dilni para Paulës. Ato 2 ditë është pushim. Si ke arritur ti të menaxhosh gjitha ose ti përvetësosh në maksimum gjitha këto larmi sportesh? Padyshim që universiteti më ka dhënë një ndihmës shumë të madhe, sepse atje përveç lëndëve teorike, kemi bërë këto lëndëve praktike, kemi bërë shumë teori në lidhje me anatominë dhe fiziologjinë sportive. Sepse përveç pjesës praktike që je në terren, ti duhet të jesh dhe një njohës i mirë i trupit të njeriut. Çfarë do lloj problemi që ti mund të kesh, jo vetëm për veten tënde, por edhe klientët që ti ke mbrapa teje që i shoqëron, duhet të dish se si të veprosh te ta në një moment dobësie që mund të kenë apo në një problem që ata mund të kenë. Pra mund të them që universiteti ka qenë shtysa më e rëndësishme dhe informacioni më i madh që unë kam marrë. Por për të patur informacion ose teorik dhe praktik akoma më të thelluar për gjithë secilën disiplinë, patjetër që nevojiten kurse specifike. Se nuk mjafton vetëm informacioni i përgjithshëm, por duhen informacione specifike për gjithë secilën. Kështu që kam bërë kurse të veçanta për zhytjen, kurse të veçanta për climbing, kurse të veçanta për ecje, kurse të veçanta për ski, pra për çdo lloj disipline është bërë një punë shumë e madhe. Po marr për shembull vetëm rastin e zhytjes, për të dalë një guidë turistike në Shqipëri, që ti je drejtues, marrësh klient, qoftë fillestar apo me patent për t'i zhytur, ti duhet t'jesh vetë i certifikuar. Dhe duhet të kesh disa etapa, nuk duhet t'jesh vetëm zhytës i nivelit parë, duhet t'jesh instruktor.
Dhe për të arritur një instruktor të duhen disa vite, duhen 3 ose 4 vite eksperiencë për të kaluar. Kështu që për çdo disiplinë janë kurse, jo vetëm një nivel, po disa nivele për të arritur, për të bërë gujë dhe për të shoqëruar njerëzit në teren. E kuptoj, po si ja ke arritur ti që ti menaxhosh të dyja, se ti ngjitesh në majat më të larta në Shqipëri, vetëm në Shqipëri ke eksploruar deri tani? Gjithashtu aplikon edhe disiplinën e zhytjes në thellësi, edhe që ti kesh të dyja në nivele të certifikuara që të marrësh përgjegjësi edhe të tjerë, duhet një impenjim shumë i madh, si fizik edhe psikologjik. Shiko, duhet impenjim shumë i madh, edhe një kohë shumë e madhe. Në qoftë se ti e do shumë një gjë për ta bërë dhe për ta realizuar, patjetër që do ta bësh. I ve një detyrim vetes, sepse ti do ta arrish diku. Dhe për të arritur atje diku, i ve një detyrim vetes që do ta bësh me patjetër, se ti do ta bësh. Nuk ke, unë ndonjëherë ju them miqve të mi që unë pa këto lloj emocionesh, pa zhytjen, pa malin, pa të borën, unë nuk marr dot frym, pra është nevoja. Është nevoja jote e brendshme, është dëshira jote më e madhe e brendshme për t'i bërë këto disiplina, jo për t'i treguar të tjerëve që shiko se unë jam një gujë dhe kështu, po për të plotësuar veten tënde emocionalisht edhe shpirtërisht. Më thënë, në momentin që ti merr një nivel, pastaj merr një nivel tjetër, merr edhe një nivel tjetër, ndihesh shumë mirë shpirtërisht dhe kjo rritja në nivele ose në grada të shtyn akoma më tepër. I thua vetes, shiko se ti mundesh ta bësh edhe këtë gjë tjetër, mundet ta bësh edhe këtë gjë tjetër, pavarësisht se mund dukesh e vogël ose jo aq e gjatë ose jo aq e shëndosh në trup e kështu, po ti prap mundesh dhe është vetja jote që t'i jep forcë dhe kurajo për të vazhduar edhe për të ecur më përpara. Çfarë përgatitje fizike bën ti për t'i përballuar të gjitha këto disiplina? Unë thash që kam qenë atlete e ekipit Skënderbeut dhe atje kam marrë trajnimin më të madh që unë mund të, formimin më të madh nga ana muskulare. Sepse për 8 vjet kemi bërë një lloj stërvitje që unë mund të them ka qenë stërvitje spartane, po ka qenë baza më e madhe që unë kam marrë edhe që e kam edhe në ditët e sotme, atë lloj stërvitje. Po patjetër që për shembull kur jam me grupe në teren, unë nuk mundet të bëj dot stërvitje ose bëj shumë pak. Po kur nuk jam në punë që nuk kam aktivitet fizik, vrapi është më i rëndësishmi. Patjetër. Për rezistencë? Patjetër. Unë ose duhet të bëj 10 kilometra vrap në ditë, ose duhet të dal me biçikletë, pra duhet të plotësoj një normë stërvitore për të mbajtur trupin tim në formë. Po biçikleta ose vrapi janë më të rëndësishme që unë zhvilloj. Pastaj në periudhën e verës, not. Praktikoj shumë notin. Është stërvitja më e mirë që mund të ketë, jo vetëm një gujt, po çdo njeri, çdo person, noti është stërvitja më e mirë që mund të bësh. Në cilën disiplinë ndjen veten ti më të pathyeshme? Shiko, duke qenë që unë jam nga një qytet malor, se unë jam nga Korça, pjesën e skive, edhe ecja dhe kacavirja në shkëmb janë ato që më përshtatet më së miri. Më pëlqeu shumë përshkrimi kacavirja në shkëmb. Po, shiko se përkthimi më shqip, më i bukur i termit hiking. Më pëlqen që ti them në shqip këto termat, se mund të thuash për shembull climbing ose hiking, trekking e kështu, po më pëlqen që ti përdor dhe në shqip, se për sa kohë i kemi ato fjalë, duhet ti përdori. Duhet t'i ruajmë edhe duhet t'i përdori. Sidomos në këtë kohë i kemi si xhevaire. Jo vetëm t'i ruajmë, po edhe t'i shprehim sa më shumë edhe t'i përhapim se po zhduken. Kemi filluar që të çedojmë pak nga shqipja. Po, fatkeqësisht po. Tashti kam filluar anglishten e përdorin shumë, nuk them që nuk duhet patjetër. Por është gjuhë sekondare, sepse jemi në Shqipëri, duhet flasim shqip. Po shqipja është nga gjuhët më të vjetra në botë, edhe është nga gjuhët më të veçanta dhe më të ralla në botë. Kështu nuk ka lidhje me asnjë lloj gjuhë tjetër. Nuk është se është latine, nuk është se është slave, po është gjuhë shqipe, indo-europiane.
Kështu që duhet ta ruajmë për sa kohë kemi. Po përveç vjetërsisë dhe veçantisë që ka si gjuhë, jemi shqiptarë, Jemi duhet flasim shqiptarë. shqipjet për aq kohë sa jetojmë në Shqipëri. Patjetër. Edhe unë dua shumë që ta ruajmë edhe ta mbajmë si gjuhë. Po këtyre turistave të huaj ju mëson ndonjë fjalë shqip? Në përgjithësi të gjithë që vinë, të gjithë çfarë vinë, ose vinë me 2-3 fjalë të mësuara nga Google Translate, ose duan të mësojnë disa fjalë. Të paktën faleminderit e mësojnë të gjithë. Përshëndetje e mësojnë të gjithë, mirëmëngjes, mirëmbrëma. Pra, fjalët përshëndetse. Po kërnackën e Korçës ja mëson? Kërnacka e Korçës është çike vështirë, po deri te qoftet e shtëpisë shkojmë. Po jo, përgjithsisht janë këto fjalët përshëndetse duan t'i mësojnë të gjithë. Nëse nuk i mbajnë mend se janë pak të vështira për të shqiptuar, i shkruajnë edhe i kanë gjithmonë për t'i përdorur pastaj. Po, se devijuam nga gjuhat e Kacavierja. Te ngjitja the që ishe më... Do me thënë, ecje në mal, ski edhe disiplina e Kacavierjes në Shkëmbë janë ato që mua më përshtaten më së shumti. Pastaj me shumë kënaqësi edhe me shumë pasion bëj edhe zhytjen. Po mi përshkruaj pak si emocione, edhe dallimin që kanë, çfarë ndjen ti kur shkon në majën më të lartë, edhe çfarë ndjen ti kur emocione që përjeton kur zhytesh në thellësi. Shiko, kur shkon, le të marrim një mal për shembull, ti vendosën ta ngjitesh, bëm paraprakisht një plan, se çfarë do bësh, si do vesh, çfarë do veshësh, shikon motin, kohën që të përshtatesh sa më shumë që t'jetë e mundur. Edhe fillon edhe ngjitesh, pastaj me një çantë që mund t'jetë 5 kg ose 6 kg në fillim, po deri në majt malit është bërë edhe 20 kg se lodhja bën sajën. Edhe je me një grup klientësh ose me një grup shokësh, kjo nuk ka rëndësi. Po e bukur është se të gjithë jeni për një qëllim. Jo kush do dali pari, po të gjithë jeni me qëllimin që do të shkoni në maj. Edhe do shijosh një pamje të mrekullueshme. Nuk ka rëndësi stina që je, mali është gjithmonë i mrekullueshëm, pamjet janë gjithmonë të mrekullueshme. Në dimër është ajo bora që krijon ato pamjet e mrekullueshme, pastaj në sezonin e verës, këto sythat që çelin, ngjyrat e ndryshme që krijon vera. Domethënë në çdo sezon mali është emocionues edhe të fal pamje të mrekullueshme. E bukur është se ti diskuton me të tjerët. Çfarë ndjen, si je, sa bukur, shiko këtë majën atje, po kjo këtu. Pra ti ke një farë diskutimi midis grupit tënd, pastaj shkon atje në maj, hap atë ushqimin që ke me vete, e konsumon ose e bashkëndan me të tjerët. I gjithë procesi është... Është gjë shumë e bukur se ti komunikon me njerëzit edhe i shpreh emocionet e tua, atë çfarë ndjen, nëse lodhesh, pushon. Është krejtësisht e kundërta me zhytjen për shembull. Sepse në zhytje ti ke një frymëmarrës në gojë, edhe ke një bombull që normalisht do marrësh frymë dhe do nxjerrësh, se ndryshe nuk qëndron dot për kohë të gjatë. Dhe ti përveç se gishtave dhe shenjave nuk mund të shprehësh dot atë që ndjen atje brenda. Domethënë zhytja është emocion që të le pa frymë. Ti shikon një peshk, ose shikon një gjallësë, ose shikon një bimë, edhe ti nuk mund t'ja shprehësh dot shokut se çfarë ndjen. Është e pamundur me frymarrës që të... Po ndjesia që ke atje brenda është totalisht e ndryshme. Domethënë ti ke me mijëra tonelata ujë që i ke mbi trupin tënd që të shtypin, që ndjen dhimbjet e veshët, që mund të kesh një problem, po ajo ftohtësia e ujit ose ato rrymat e ndryshme të ujit që ti kalon, janë emocione krejtësisht të kundë, të ndryshme nga mali në det, por që lumë kush i provon edhe i shijon. Kë do preferoje më shumë? Kë do dalloje si emocion më shumë? Malin. Malin. Unë ngelem gjithmonë për malin. Detin e dua shumë, e ka me shumë pasion, qëndroj për kohë shumë të gjatë në Bregdet, qëndroj për gati 5 deri 6 muaj në Bregdet, po përsëri mali është ajër. Po. Mali ti e pa ajër. Po përveç ndarjes së emocioneve me grupin që të shoqëron, nuk ke ndonjë moment meditimi me veten kur arrin atje në maj ndonjë emocion veçantë? Ka shumë njerëz për shembull,
edhe shumë klientë të cilët unë i shoqëroj, ata për shembull qëndrojnë pak më të veçuar se grupi dhe kanë nevojë për momentin e tyre, hapësirën e tyre. Ata qëndrojnë ose meditojnë, ose thjesht qëndrojnë me sy hapur, fiksojnë diku në një pikë në horizont dhe vetëm vazhdojnë dhe le të themi një lloj meditimi me sy hapur. Po gjithsecili ka momentet e tija, preferencat e tija gjatë ngjitjes. Dikush mediton, dikush le të themi flet me vete për t'i dhënë kurajo vetes për të ecur më përpara, po meditimi është gjëja më e bukur që mund të bësh. Cila ka qenë sfida jote më e madhe deri tani ose momenti më i vështirë që ke hasur në ngjitje, qoftë edhe në zhytje, duke pasur që ke edhe përgjegjësitë njerëz të tjerë ose ndonjë incident që të ka ndodhur? Shiko, unë përpiqem shumë që itineraret që zgjedh, rrugët që zgjedh për të përshkruar me njerëzit, jo të jenë më të thjeshtat, po të jenë më të sigurtat e mundshme. Pra nëse unë do të kem një grup me skiator në mal, do të përpiqem që të përshtas malin me grupin që kam mbrapa, jo grupin me malin, sepse njerëzit kanë një aftësi të caktuar gjithsecili. Dhe unë duke ditur se çfarë aftësish kanë grupi që kam nga mbrapa, përpiqem që ta përshtat në teren. Pra nuk mund t'i fut në një teren të vështirë që të vë në rrezik jetën e tyre dhe t'i lodh, por do të përpiqem që të gjej diçka që t'i përshtatet atyre dhe nivelit të tyre. Se nuk është se do të vinë në Shqipëri njerëzit edhe le të themi do thyejnë rekordet ose do bëjnë namin. Ata kanë dëshirë të vinë në Shqipëri, ta vizitojnë, ta shikojnë, të mësojnë diçka rreth Shqipërisë dhe të kalojnë një javë sa më të bukur këtu. Nuk janë në një kompeticion, po thjesht duan të shijojnë. Po, nuk janë në një kompeticion, po thjesht duan të shijojnë javën. Për shembull, ka shumë grupe miq që vinë në Shqipëri dhe për një javë janë 6 ose 7 shok që duan të kalojnë një javë së bashku. Dhe ata nuk janë në një kompeticion me njëri tjetrin, nuk janë në një garë me njëri tjetrin. Ata thjesht duan të ngjiten dhe ta shijojnë. Jo të lodhen, të stërmundohen, edhe në fund fare mos të arrinë një qëllim të caktuar që ata kanë. Pra gjithmonë përpiqem që mos të vë në rrezik edhe njerëzit, edhe veten time si guid. Përpiqem gjithmonë që t'i përshtat sa më mirë terenet që kam me grupin. Keni humbur ndonjë rrugë? Shiko, në Shqipëri rrugët janë lehtësisht të gjendshme, të gjitha rrugët janë të shënuara. Unë mund të them që mund të humbasim në një rrugë që e bëjmë për herë të parë. Pra kemi ne një rrugë që bëjmë në Koman dhe atë e shkelim vetëm ne si agjenci, si guida, domethënë 2 ose 3 grupe në vit. Dhe duke qenë se kalojmë vetëm ne 2-3 grupe në vit, rruga mbyllet, shtegu bllokohet nga pemët dhe atje mund të ndodhë një moment humbje. Po e mira është se për shembull në telefon duhet kesh patjetër të instaluar këto hartat e ndryshme, të cilat bëjnë të mundur që edhe t'i gjesh rrugët kollaj dhe të mos humbasësh. Kështu që me kohën që jetojmë është gjuna të humbasësh kur i thonë, edhe për shkak se shtigjet janë lehtësisht të gjendshme, edhe për shkak të metodave të ndryshme që kemi në telefon për të gjetur shtigjet e tjera. Po individualisht ka ndodhur ndonjë incident ose ndonjë moment terrori, themi që nuk do t'ja dalë? Nuk ka guid aventure pa aksidente edhe pa probleme. Megjithatë unë them një gjë që faleminderit Zot 1000 herë që ndodhin tek unë dhe jo tek klientët e mi, dhe faleminderit 1.000.000 herë që unë jam akoma në jetë, se kur bën gjëra ekstreme, sporte, aventure, risku është me vete, gjithmonë nuk diskutohet. Sado që ti të përpiqesh të gjesh terrenin, të gjesh vendin, ti je në mal, je në natyrë dhe ti nuk e di asnjëherë nëse ky gur do çedoj, nëse kjo pemë do qëndroj. Një rrëshqitje ka me ashtu. Kështu që rreziku është gjithmonë mbrapa nesh. Por unë them gjithmonë faleminderit që ndodh tek unë dhe jo tek klientët e mi, edhe që jemi në jetë dhe vazhdojmë të shijojmë këto aventura përsëri. Ke pasur ti, vazhdoj unë të kjo, du të nxjerë se s'bën.
Ke pasur në një moment aq të frikshëm sa të ka bërë të meditosh edhe ta shohësh jetën ndryshe, domethënë shpëtova nga ky edhe tash më ka bërë të reflektoj edhe të meditoj. Unë kam patur momente të vështira, nuk diskutohet. Edhe në mal kam patur aksidente, nuk mund të them që s'kam patur. Megjithatë, e vetmja gjë që më ka bërë të meditoj ose të mendoj ose të reflektoj brenda vetes time është që nuk duhet t'i besoj asnjë gjëje. Për shembull, në qoftë se unë bëj kacavjerje në shkëmb, duhet të sigurohem 1000 herë atje ku vendos dorën, atje ku vendos këmbën, se ai është një gur. Çfarë peshe duhet të ushtroj unë? A më mban guri apo s'më mban? Se ndoshta kështu duket një masiv i madh, edhe goxha i mirë, masiv shkëmbi, po në momentin që ti je atje ai mund të çedojë. Kështu që problemet ose them aksidentet që unë kam patur gjatë punës time më kanë bërë që të mendoj më shumë përpara se të hedh hapin. Në veçanti kur janë, le të themi këto grupet më ekstreme të mundshme që vinë, që duan të eksplorojnë gjëra të reja, edhe unë që duhet jem gjithmonë në krye të grupit, përpara se të vendos këmbën, gjithmonë duhet të sigurohem mirë mban kjo apo nuk mban, pastaj të kalojnë të tjerët. Po kur ndodhin kështu incidente edhe të papritura, si e menaxhon ti situatën? Që mos i transmetosh frikë edhe njerëzve që ke me vete? Në përgjithësi, njerëzit që vinë për të bërë këto lloj aktivitetesh, le të themi janë të trajnuar për këto lloj aksidentesh ose incidentesh që mund të ndodhin gjatë. Megjithatë, unë asnjëherë nuk e jap veten, domethënë sado që mund të vritem, të lëndohem ose të kem një moment problemi ose diçka. Nuk të tradhtof mimika, zverdhje dhe pikdjerse. Asnjëherë. Domethënë, unë duhet jem ajo që të them, edhe pse mundet të më rrjedh gjaku nga dora, unë prap nuk kam asgjë dhe duhet vazhdojmë përpara. Po përgjithsisht të thash, këto lloj njerëzish që vinë për këto lloj aktivitetesh janë mësuar me problemet që mund të ndodhin në mal. Dhe nuk është se po ju ndodh për herë të parë në Shqipëri edhe o bo çfarë ndodhi. Ju ka ndodhur dhe në vendet e tyre më përpara, se është normale që të ecësh, të ndrydhet këmba ose të vritesh diku ose të çahesh diku. Kështu që këto janë problemet më normale që mund të ndodhin. Dhe ata janë të mësuar deri diku me këto lloj problemesh. Të ka ndodhur ndonjëherë në situatë që të kanë bërë ty fajtore për ndonjë incident që ka ndodhur? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Asnjëherë sepse ne jemi në natyrë, gjithçka ndodh. Fajet që mund të ndodhin për fajin tim janë lidhjet e gabuara që unë mund të bëj. Por kjo nuk më falet, se unë jam guid, jam e trajnuar dhe e specializuar për atë punë. Kështu që nuk ndodh. Në çfarë niveli kemi arritur ne në Shqipëri për sa i përket anës së guidave turistike? A jemi mjaftueshëm të sigurt, mjaftueshëm të certifikuar? Në Shqipëri, fatmirësisht, ne kemi një kategorizim të guidave. Kemi guida kombëtare, të cilët janë të trajnuar dhe të specializuar për pjesën historike dhe kulturore. Kemi guida turistike të specialitetit të veçantë, që mund të operojnë dhe të kenë aktivitet në të gjithë Shqipërinë, dhe kemi guida lokale, të cilët mund të jenë ose kulturore, ose të specialitetit të veçantë, por që janë përgjegjës vetëm për një zonë të caktuar. Për shembull, po them për parkun kombëtar të Apollonisë. Aty janë guida lokale, pra që janë përgjegjës vetëm për parkun e Apollonisë. Nuk mund të shkojnë në një park tjetër dhe të flasin për atë. Janë vetëm të specializuara për atë punë. Ose ecje, ose bicikleta, ose kajak, mund të jenë të specializuara vetëm për një zonë. Kjo është një gjë shumë e mirë që ka ndodhur në Shqipëri, certifikimi i guidave, sepse më përpara dil një 2-3 herë në mal, hap një faqe Instagrami ose Facebooku, edhe mblidh një njerëz edhe hajde ngjitemi në dajt, hajde ngjitemi në malin me gropa, ose shkojmë diku edhe bëjmë aktivitet. Po kjo nuk të bën guid. Ti thjesht mbledh një grup njerëzish dhe i çon diku.
pa patur asnjë lloj përgjegjësie. Po nëse ndodh diçka, dikush është përgjegjës. Është e vërtet. Arsye pse të pyeta është që para disa vitesh kemi pasur një eksperiencë ne si grup, shkojmë në Dajt në Brar për një guid në lumë edhe nuk na lajmëron askush se çfarë masash duhet marrë, se jo të gjithë, për shembull ka dhe fillestar, jo të gjithë e kanë kulturën, le të themi, që se çfarë duhet marrësh para një guide. Ose çfarë terrenësh do shkelësh edhe çfarë veshjesh duhet përshtasësh që ti të shkosh atje. Shumica ishin me shapka me gisht, pa sandale ujë ose atlete, pa asnjë lloj sigurie, pati dhe ca incidente të vogla, po shqyr Zotit shpëtuan të gjithë gjallë, edhe e merrin si shumë lehtëshëm. Është detyra kryesore e guidës ose e agjencisë që merr përsipër organizimin e një aktiviteti të caktuar, të informoj njerëzit se çfarë materialesh ju duhen me vete. Në qoftë se unë të njoftoj ty që ti duhet të kesh 5 materiale me vete dhe ti ke vetëm 3, është detyra imja për t'i gjetur për ty. Sepse ti do vish, po nuk mund t'i jesh pa të 5 materialet. Ndryshe përbën rrezik për veten tënde, për mua dhe për grupin. Dhe nuk mundet të lëmë 10 veta të presin, sepse dikujt i mungon diçka. Pra ose do të vim të gjithë të pajisur me mjetet që na duhen për aktivitetin që do kryejmë, që të shkoj ashtu siç duhet, ose nuk dojmë fare për të bërë aktivitetin. Se ti nuk mund të hysh, po themi, në lumë, kur disa i ke me këpucë, disa i ke me atlete, disa i ke zbathur, disa i ke pa gjë fare. Pra ose do t'jenë të gjithë të përgatitur për të bërë atë aktivitet, ose nuk do futemi fare në atë aktivitet, për të mos përbërë rrezik për asnjërin. Nuk është... Mua më ka ndodhur njerë të kthehem për shembull nga zhytja. Ne ishim në Porto Palermo dhe bënim zhytje, dhe ishin 2 klientë me mua. Një zotëri ishte goxha i vjetër në moshë, ishte 75 vjeç, megjithatë me deklarat nga mjeku, ai mund të kryente zhytje. Mirë po, ishte një rrymë shumë e fortë në Porto Palermo atë ditë. Dhe ne po avanconim me këtë djalin tjetër, se ky ishte në moshë. Ishte i ri, domethënë djali i ri. Kurse zotëria mbeti pak mbrapa dhe unë i them ti prit ndalo se ai është mbrapa. E kemi pritur 5 minuta, ai ishte shumë i lodhur edhe në frymarrje dhe jemi detyruar të kthehemi. Pra për mua është më lehtësisht ta ndërpres një aktivitet se sa të vazhdoj duke vënë në rrezik jetën e dikujt tjetër. Është më lehtë të çoj prapë në Porto Palermo vetëm me shpenzimet e mia, po pa të vënë në rrezik. Nuk është qëllim rreziku, qëllimi është që të shkojmë diku, të shikojmë diçka, ta shijojmë dhe të kthehemi prapë në shtëpi. Nuk, domethënë, të vesh në rrezik diçka pa një qëllim shumë të fortë, ti nuk je për hall, je për qef. Për sa kohë je për qef. Ku qëndron limiti i kujdesit me rrezikun kur je në këto lloj sportesh, ose më shumë kur je individualisht, për shembull, dua të ndërmarr diçka që nuk kam grup me vete, nuk kam përgjegjësi të tjera dhe si Paula dua të eksperimentoj më shumë. Shiko, kur je me grup me vete, gjithnjë duhet njohësh aftësitë e grupit edhe të veprosh. Po kur je vetën, që je me kolegët këtu dhe do të eksplorosh diçka, midis kolegësh patjetër që njihen aftësitë dhe kapacitetet e gjithë secilit. Kështu që në qoftë se unë për shembull për zhytje e kam limitin të shkoj deri në 40 metër, mua nuk më lën kolegët e mi të shkojmë më thellë. Sepse atje fillon rreziku i jetës time. Ose në qoftë se për shembull kemi një rregull kryesor në zhytje, asnjëherë mos u zhyt vetëm, me 2. Pra ti dhe dikush tjetër në çift. Ti nuk ke pse i thyen këto rregulla dhe këto limite, sepse shoku që ti ke në krah, kolegu që ti ke në krah, të njeh shumë mirë dhe ti e njeh shumë mirë atë. Dhe aty respektoni limitet e gjithë secilit për të mos vënë në rrezik jetën. Në qoftë se është një diçka domosdoshmërisht që duhet bërë, edhe mundet pak të rrezikosh ose të vesh, po në qoftë se gjërat nuk janë domosdoshmërisht, pra në qoftë se ti nuk e ke
patjetër për hall që duhet shkosh diku, mos rreziko, mos shko. Ose përgatitu më mirë për të shkuar. Po nëse nuk e ke të domosdoshme për të shkuar, mos rreziko. Do me thënë ti si individ vendos sigurinë në fillim, pastaj këtë Siguria është e pasionin para. që dua të shkoj më tej, dua të shkoj më tej, testoj limitet. Për të testuar limitet, duhet të shkosh njerë deri te limiti jot, të stërvitesh mirë atje, edhe pastaj të vendosësh një limit tjetër. Pra do shkosh njerë deri në tavan, të punosh të qëndrosh për kohë të gjatë atje, dhe pastaj të vendosësh një pikë tjetër se ku do të shkosh. Nuk mund të shkosh shu direkte për të rrezikuar, edhe se për çfarë po shkon, çfarë po bën, kush është qëllimi, kush është arsyeja. Sakt. Si jemi ne si popull në lidhje me këto lloj sportesh? A jemi të durueshëm apo duam direkt të arrijmë në majat siç e përmendëm deri tash, që duhet kemi durim që t'i kalojmë këto limite hap pas hapi? Ka ndodhur disa herë për shembull që në qendrën që ne kemi në jug, të vinë disa çuna, edhe o sa bukur merreni me zhytje, ande po këte, të bëhemi dhe ne guida, po prit se duhet të kalosh disa hapa. Po kur bëhet kjo? Nuk bëhet nesër, duhet të bësh nivelin e parë, të dytë, të tretë. Oho, shumë rrugë e gjatë, po ti bjem çik më shkurt. Po më shkurt nuk i bie. Kurse ka pastaj dhe nga ata që kur marrin informacion të detajuar se çfarë bëhet, e fillojnë edhe vazhdojnë hapas hapi, po përgjithsisht janë të nxituar. Shqiptarët janë shumë të nxituar dhe duan t'i kapin gjërat me njerë. Sepse e ka bërë ai, pse mos ta bëj dhe unë. Po ti nuk e di se çfarë ka hequr tjetri për të arritur deri atje ku është. Se nuk u bë asnjë gjë brenda natës. Ka disa vite eksperiencë, ka kaluar disa rreziqe, ka bërë disa trajnime, kështu që mos e shiko si është tani. Shikoj se si ka filluar edhe sa kohë ju desh për të arritur deri këtu. Ti ndiq rrugën. Patjetër që të ta ndjekësh, desh si shembull. Se thua sa mirë që ka arritur deri këtu të arri dhe unë. Po jo brenda natës, çdo gjë do kohën e saj. Dhe në përgjithësi ne jemi pak të nxituar. Se jemi kështu të nxituar? Me që ti je në kontakt gjithmonë me njerëzit, prandaj të pyes. Edhe lloji sportit që ke normalisht ka lip durimin. Ne në përgjithësi kemi dhe një ego pak negative. Si popull flas. E ka tjetri, duhet ta kem patjetër edhe unë. Pse e ka ai, mos ta kem unë. Egoja është e mirë kur është pozitive. Pra ti vendosësh vetes një qëllim dhe ta arrish atë sa më mirë që t'jetë e mundur. Po jo ti vendosësh vetes një qëllim që të bëhesh si tjetri për të mbuluar këtë tjetrin ose për ta lënë në hije. Kjo është ego negative që ne kemi. Edhe mua nuk më pëlqen ndonjëherë kur e shikoj edhe mes kolegësh, edhe mes shokësh. Po, ky është populli jonë, s'kemi gjë. E ke hasur shpesh ti këtë lloj në profesionin tënd? E di pse e has shumë shpesh. Se në Shqipëri, për shembull, unë jam e vetmja vajzë që jam udhëheqëse turistike për disa disiplina të ndryshme. Sepse në përgjithësi janë ose për 3, ose për 4, ose mund t'jetë vetëm për ecje, mund t'jetë vetëm për biçikletë. Mirë po, unë kam disa disiplina dhe këto nuk kam në ardhur se unë jam me superfuqi, ose unë thjesht kam punuar për ato. Kam punuar për aq kohë sa kam patur në dispozicion, për aq mundësi sa kam patur, pra kam shpenzuar edhe kohë, edhe lek, edhe energji për të arritur këtu ku jam. Dhe ti mos shiko se si të më rëzosh mua, po ti shiko si të arrish qëllimet e tua në jetën tënde. Dhe përgjithsisht çunat kur shikojnë për shembull një vajzë që ka kaq shumë disiplina ose kaq shumë sporte, ha mos e çfarë bën ajo. Bën atë që se bën do ti. Më dole aty ku desha të të pyetja në lidhje me çunat. Si të shohin çunat? Se je një ndër femrat e pakta në Shqipëri që ke gjithë këto disiplina dhe je... Për ecje, për biçikleta, ka shumë vajza. Dhe unë jam shumë e lumtur, për shembull, kur dal në mal,
edhe takoj vajza të Shqipërisë, të Kosovës, komunikojmë, flasin edhe më bëhet qefi që në mal takoj edhe vajza, jo vetëm çuna. Po, përgjithsisht, për shembull, me çunat është pak ajo, jo vetëm kundrejt meje, po dhe kundrejt vajzave të tjera. Ajo, nuk dua të them ndonjë fjalë të rëndë, po pse dalin vajzat në mal, nuk është mali për vajza, po t'ju ndodh një problem, është ai paragjykimi. Paragjykimi, më së shumti që vajza duhet të bëjmë punët e lehta edhe çuna duhet të bëjmë punët e vështira. Po kjo s'është me të thënë, është me të dhënë. Për aq kohë sa unë kam aftësi për ta bërë si sport ose si disiplinë, pse mos ta bëj edhe unë. A mendon ti se është çështje mentaliteti që të shohin që shiko femra duhet të bëj këto punët e lehta, apo është më shumë xhelozi që Shiko, në disa vende të Shqipërisë është edhe mentaliteti. Ne fatkeqësisht, për shembull, në Shqipëri kemi akoma vende që vajzat janë të mbyllura në shtëpi. Duhet bëjnë ato punët e shtëpisë, të gatuajnë, të shërbejnë vetëm familjes, pa dal nga pragu i derës. Dhe unë kur shkoj te këto vende, me të thënë drejtën, mua më respektojnë shumë. Edhe për këtë që kam arritur, po më respektojnë. Nuk e pranojnë lehtësisht që një vajzë të bëj këto lloj punësh, por më respektojnë. Dhe ka filluar shumë të ndryshojë si mentalitet. Për shembull, në disa fshatra që unë më përpara shkonja dhe nuk gjenja asnjë vajzë ose asnjë grua, jo vajza, po dhe gra në rrugët e fshatit, tashti kanë filluar të ndryshojnë, vjen më shumë turistë, edhe femra dhe meshkuj, edhe ata bëhen dhe pak më të socializuar, fillojnë ndryshojnë mentalitetin edhe mendimin, kështu që për këtë më vjen mirë që fillon edhe ndryshon me zhvillim. Po nga turistët e huaj si shifesh? Ato nuk e besojnë që unë jam shqiptare njërë, se edhe nga paraqitja jam pak e huaj, edhe nga veshja pastaj, por që pastaj për ata jo se është normale, po që jashtë shtetit ka më shumë vajza që e praktikojnë. Edhe është më normale ti shikosh në mal ose në det ose kështu. Megjithatë në formë respekti patjetër. Shikohesh patjetër. Kush janë më komod, turistët e huaj apo shqiptarët? Apo ke shumë pak shqiptar? Në sportet që unë praktikoj ka shumë pak shqiptar. Në përgjithësi janë vetëm përgjytje. Ata që vinë e praktikojnë, kurse sportet e tjera janë totalisht vetëm të huaj, 100% huaj. Në zhytje, në qendër që qëndrojmë gjatë verës, vinë edhe shqiptar patjetër, se në plazh ka shumë njerëz, jo vetëm turist, ka dhe shqiptar që rezervojnë edhe vinë, po sportet e tjera janë vetëm të huaj. Pse shqiptar kemi kaq male të bukura, pse 100% huaj, po më bën përshtypje. Shiko, sepse agjencia që unë punoj, edhe profili që unë kam, është që të punoj vetëm me të huaj, po jo se nuk ka shqiptar që e praktikojnë. Unë për shembull personalisht nuk shkoj fundjavave në mal, ose të marr grupe për t'i shoqëruar vetëm 2 ditë, një të shtunë edhe një të diel në mal. Nuk është ky profili im. Profili im është që të marr një grup në aeroport dhe ta shoqëroj për 1 javë ose për 10 ditë dhe të bëj sporte dhe aktivitete të ndryshme. Nuk është vetëm që të marr një grup të premte, ta çoj diku, të flej, të haj, të pi dhe ta kthej prap në shtëpi. Kështu që profili që unë kam është pak i ndryshëm nga ajo që praktikohet përgjithsisht në Shqipëri. Dhe me thënë drejtën, për shembull, nëse të huajt vinë në Shqipëri, sikurse edhe ne shkojmë jashtë shtetit, për shembull, nuk mund të qëndrosh vetëm 2 ditë. Pra kur shkon me pushime, diku nuk qëndron 2 ditë. Dhe ata kur vinë me pushime në Shqipëri, qëndrojnë për të paktën 1 javë. Po, sepse është e pamjaftueshme t'i realizosh. Po, jo t'i realizosh, po edhe nuk ke përse mund të shkosh për shembull në Itali me pushime për 2 ditë. Me pushime verore për 2 ditë për shembull. Edhe një italian që vjen në Shqipëri, qëndron për të paktën 1 javë, se vjen me pushime. Kështu që grupet që vinë përveç se qëndrojnë 1 javë, bëjnë dhe atë javën e pushimit që ata kanë, po pushim aktiv. Pra profili që unë kam është i tillë që i shoqëroj njerëzit për një kohë pak më të gjatë, jo vetëm për 2 ditë. Shko edhe hajde. Dhe në këtë 1 javë që ata qëndrojnë,
kanë dhe aktivitetet sportive që zhvillojnë. Nga gjithë këto eksperienca që ti shkel në gjithë territorin e Shqipërisë, që përmende më parë që ka ardhur dhe ky ndryshimi që tani shef më shumë gra. Po. Çfarë është ndonjë tipar kulturor që të ka bërë përshtypje? Shiko, çdo zonë ka ato veçantitë e tij të. Po, do të tregoj një episod që mua më kam ngelur në mendje. Unë kam qenë një vit në Thes, në dimër, edhe njoftuam që do shkonim, mirë po nuk e njoftuam tamam atë nënën e shtëpisë që sa veta do shkojmë e si do shkojmë, sepse nuk kishim valë, se ishte fikur generatori i antenës. Edhe ashtu vetëm me një mesazh ajo kuptoi që atë ditë do t'i shkojnë disa turista. Po se sa, se kur, asnjë gjë në botë nuk dinte. Ne shkojmë te shtëpia ajo ishte bashkë me të shoqin, ishin të moshuar. Edhe tashti hoteli nuk ishte gati, unë vazhdova pastrova hotelin, kurse nana po gatuante për të gjithë ne. Kurse i shoqi merreshe me baktin. Edhe në një moment unë mbarova së pastruari hoteli, edhe futëm që të gatuaj bashkë me nanën, dhe kjo po qëronte qepët. Edhe po lotonte se ishin shumë djegse e qepët. Edhe vjen i shoqi nga dera, vjen gjyshi, po gjyshi ishte 80 vjeç, ja merr thikën nga dora, e shtyn tutje, i thot, boll lotove moj burneshi, tham jep mua ti pres këto qep. Edhe thash, do me thënë, gjyshi 80 vjeç. Ja mori atë thikën nga dora, vetëm që e shoqja mos lotonte më, se ajo, po të them po qante, jo po lotonte. Edhe si e respektonin ata njëri tjetrin, e sa me kujdes flisnin me njëri tjetrin, ka qenë çifti që mua më ka bërë më shumë përshtypje në tërë periudhën që unë jam si gujë turistike. Më thënë, ai moment në Theth më ka ngelur kështu. Shumë interesante. Vërtet më ka. Se në traditën tonë nuk ndodh që burrat për shembull të hyjnë të gatuajnë, ose t'i ndihmojnë shumë gratë në punë të shtëpisë. Këto burrat e tanishëm hynë edhe. Jo, po të tanishëm patjetër. Tani janë zhndruar në gra, po të themi për prindrit. Po është nevojë familjare, ajo është nevojë familjare, nuk është as punë ndar, as punë për turp, ajo është nevojë familjare. Është ndihmojnë njëri tjetrin. Po në ato breza po është e vërtetë. Breza është pak vështirë ta gjesh që më ka bërë jashtëzakonisht përshtypje. Cila zonë të pëlqen më shumë ty në Shqipëri, që e ke më për zemër? Mos më thuaj Korça që Shiko, veriu është shumë i bukur. Do me thënë Thedh, Valbon, Vermosh, Tamar janë fshatra të mrekullueshme, magjike. Natyra është e jashtëzakonshme. Po të zbresësh pak të dalësh në Shkodër, aty gjen detin, gjen lumin, gjen liçenin. Po, Shkodra është e bekuar se i ka të gjitha. Shkodra ka 2 lumenj, ka një lum, ka liçenin, ka detin, do me thënë i ka të gjitha. Po çdo qytet në Shqipëri ka të paktën një lum edhe një kala që mund ta vizitosh. Bregdetin e kemi të mrekullueshëm. Karaburuni është, Kadishulli është i mrekullueshëm. Nuk e di që të veçoj një që të them kjo është më e veçanta, po çdo pjesë ku të. Jo, që ke një lidhje, do më thënë, do zgjidhje, zem ku do shkoj, direkt është emri i parë që të vjen në mendje. Emri i parë që më vjen në mendje është plazhi i Petrunës. Në Karaburun. Ai është një plazh shumë i vogël, unë kam shkuar një radhë, për herë të parë kam shkuar para 10 vjetësh me një grup turistash, se bënim Karaburunin komplet ecje. Dhe ngjyrat e detit në atje dukeshte sikur ishte xham e gjitha. Ishte e mrekullueshme. Edhe më ka ngelur kështu gjithmonë sa herë që dua unë të bëj për veten time pushime, shkoj në Petrun. Përveç se ti bën gjithkohës pushime, se kështu e shohim profesionin tënd që bën gjithkohës pushime. Ti ke profesion qefi, më thon mua, se rijo në mal ose në det. Sa e vërtetë është kjo? Sa e shijon ti? Kur ti punon, sa e shijon si pushim? Unë ju them të gjithëve, hajde ta bashkëndajmë këtë kënaqësinë edhe këtë qefin.
se javë e parë dhe javë e dytë jam patjetër qef, kënaqësi, se je në det, se je në mal, se bën ecje. Pastaj kur fillon e ndjehet ajo lodhja, presioni i lodhjes i punës, i njerëzve, atje pastaj në punë, në profesion edhe atje që dojnë njerëzit. Po që në qoftë se e ke me dëshirë edhe me pasion. Përveç se që përmende që ke shkelur gjithë të zonat e bukura të Shqipërisë, përmende vetëm anët e bukura, po thuaj në një gjë që ty kur e shef edhe të vjen keq se si është ka ta ndisur. Se për shembull, unë kam vënë re që edhe në vendet më të thella që shkojmë, ne tentojmë që ta prishim edhe mbeturina. Cila është gjëja që të shqetëson më shumë ty në këtë aspekt? Atë do të thosha, mbeturinat janë gjëja më e tmerrshme që mund të gjesh në Shqipëri. Në çdo cep të mundshëm, në çdo majmali, në çdo lum, në çdo liçen, deti është një katastrofë brenda. Domethënë, mbeturinat e plerat janë problemi më i madh, në veçanti plastikat. Ne kemi një mrekulli që është liçeni Komanit. Është vendi më i bukur, nuk di të them, të shkosh në komplet liçenin e Komanit ose të dalësh në lumë të Shalës. Është parajsa. Atje kam parë mbeturina, prandaj po, atje është një katastrofë natyrore. Domethënë, bidona, mbeturina, në veçanti, për shembull kur e përshkojnë me varka ose me traget, pi një bidon hidhe, ku e hedh? Në qoftë se ti e merr një bidon gjysmë litër me ujë, kur e pi ajo ngelet 3 gram, pse nuk e fut në çantë, ose e hedhën diku ku duhet, ose me keqa digje. Po jo ta hedhësh jashtë, se është gjuna. Domethënë është një katastrofë, ku do të shkosh, në veçanti anash rrugëve për shembull, në qoftë se ka ndonjë burim ujë, atje është o me bidona, o me tapa, o me qese, nuk e di. Në këtë drejtim jemi... Çfarë mund të bëjmë që t'i sensibilizojmë pak? Besoj se me të huajt nuk e has këtë, apo e has? Ma iq pak të kuriozitet, se themi që të huajt kur vinë këtu bëhen si ne. Do më thënë, ne jemi aq të mrapsht sa dhe të huajt që janë në rregull e kthejmë. Jo. Në qoftë se një huaj për shembull hedhën një bidon ose një mbeturin jashtë, ai ka ardhur i mbrapsht, nuk e kemi bërë ne. Po në përgjithësi përpiqen që ta respektojnë shumë natyrën. Në qoftë se ne për shembull bëjmë një kanion ose bëjmë një ecje të gjatë, të gjithë bishtat e cigareve mblidhen në një bidon. Ke pastaj dhe raste që nuk mund të them që të gjithë të huajt që vinë në Shqipëri e mbajnë në pastër vendin. Problemi më i madh i joni është se të hysh në shtëpitë shqiptare, brenda janë farmaci. Po. Domethënë përpiqen zonjat e shkreta, i pastrojnë, i lajnë në shtëpitë, i kanë brenda farmaci. Sa del në pragu i derës pastaj, është shumë e vërtet kjo, po është ky mentaliteti që jashtë është e tjetrit, nuk e shohin si ky është problemi që kemi. Ne elmojmë këtë natyrë, edhe prapë themi shikon nuk shkohet atje se shisi është, po ne jemi ato që e bëjmë. Ne jemi ata, kush e bëri atë? Si mendon ti çfarë mund të bëjmë ne që ta ndërgjegjësojmë pak këtë popull dhe të bëhet ndryshimi? Ndërgjegjësimi fillon nga brezat më të vegjël, nga në qoftë se për shembull një fëmijë i vogël në kopësht del me gjyshen ose me gjyshin ose me prindin ose me këdo dhe shikon që hedhën një bidon, ai patjetër që do ta hedhi. Pra duhet filloj, familja është më e rëndësishmja, si rritesh në familje. Për shembull po të them diçka, ne në Korçë ndodh shumë rrallë, për të mos thënë fare, që t'i lëmë mbeturinat jashtë koshit të plerave. Po në qoftë se shkon për shembull në një qytet tjetër, në Vlorë për shembull, aty është një katastrofë. Domethënë vazhdojnë akoma hidhen mbeturinat nga Korça quhet për këtë pastërtinë. Sikur ta huazojnë gjithë qytetet. Pra ne them, duhet të filloj nga familja. Ajo është më e rëndësishme. Falë që të ndërpres, mendoj që ne kemi arritur në një problematik në këtë aspekt, sa që në vend që të edukojmë fëmijët, si fillim duhet të edukojmë gjyshrit. Po, patjetër, duhet të edukojmë prindrit. Se ato janë problemi aktual dhe ato po çojnë në degradim edhe të vegjlit. Patjetër. Shiko, fëmia, në qoftë se nuk merr edukatën në shtëpi,
do ta marr në shkollë. Po nëse merr një edukat jo të mirë në shtëpi, se fëmia lindën një tabele bardhë, ose është si punë e plastelinës, si t'ja japësh formën ashtu do ta marri. Nëse merr një formë të mirë, ai rritet një njeri i mirë, një qytetar i mirë edhe jo problematik në drejtim të mbetjeve dhe këto që kemi. Po nëse ai shikon që hidhen mbeturinat pa problem, atëherë ashtu do vazhdoj, se nuk është problem për atë pastaj. Pra një gjë problem, nëse nuk trajtohet si problematikë, kthehet në normalitet. Po, është e vërtet. Edhe vazhdon pastaj. Anormalja bëhet normale. Bëhet normale nëse nuk trajtohet. Mendon ti që zhvillimi i këtyre sporteve në Shqipëri po i jep gjallëri edhe vendeve të harruara, ose e ke parë këtë me që i prek më shumë këto terrene? Unë mund të them një diçka, për shembull, të marrim fshatin e Thethit ose luginën e Thethit. Në vitin 2006 që unë kam shkuar për herë të parë në Theth, përveç se rruga ka qenë shumë e keqe, se rruga 4-5 vjet ka që është asfaltuar, atje nuk kishte as korrent të mirë, mund të them që ishin 100 turista në tër vitin, edhe ishte një guest house ose 2 shtëpi pritse që mbanin këto turista që vinin. Sot ne flasim për një zhvillim që në Theth, nëse do të shkosh gjatë verës, nuk gjen shtretër më bosh. Pra, zhvillimi i ecjes, se përgjithsisht ecje bëhet në Theth, i ka dhënë një zhvillim jashtëzakonisht të madh. Hapja e rrugëve, gjithmonë rrugëve ekzistuese. Për shembull, nuk mund të them që janë hapur rrugë të reja, por të gjitha shtigjet e vjetra që kanë qenë janë rishënuar, janë rihapur, janë përmirësuar, duke i dhënë mundësi njerëzve që të vinë, ta vizitojnë, të ngelen të kënaqur, të kthehen në vendin e tyre dhe të flasin mirë për Thethin, për Valbonën, për të gjithë zonën. Pra, një zhvillim jo shumë të madh i japim, po jashtëzakonisht shumë të madh. Po them, nuk gjen shtretër bosh për të fjetur në Theth, në Valbonë, në Çerem, sepse përgjithsisht turistët tashti është bërë si trend të bëjnë këtë Peaks of the Balkans. Majat e Ballkanit që kalon në Shqipëri, Kosovë dhe Maltëzi. Dhe në të gjitha këto fshatra ku pushojnë këta turistat për çdo natë, nuk gjen shtretër bosh. Pra, ecja, zhvillimi i sportit të ecjes i ka dhënë këtë lloj zhvillimi edhe vendit ku shkohet. Nga vëzhgimi jot, si ikin turistët e huaj, të kënaqur apo kemi vend për përmirësim? Absolutisht që kemi vend për përmirësim. E mira nuk ka fund dhe e keqja nuk ka fund. Në përgjithësi, ne japim një shërbim të mirë, jo shumë të mirë, japim një shërbim të mirë. Nuk kemi akoma një nivel shumë të mirë shërbimi. Ku çalojmë ne? Ne çalojmë në sjelljen tonë. Ne, fatkeqësisht, unë mendoj se si popull na mungon edukata qytetare dhe edukata e punës. Pra ne kur shkojmë disiplina në punë, ne kur shkojmë në një vend pune, ecë thot mami, shko bëj kamarierin të marrësh në një lek. Pra nuk të edukon prindi ose mësuesi ose dikush tjetër. Nuk jep vlerën e dur punës që ti po bën. Pra ti shkon në punë, vërtet se ke nevojë të punosh, se ke nevojë për lek, po duhet i bësh hizmetin punës që të vinë këto lek, se nuk bien lekët nga qielli, asgjë nuk vjen, asnjë e mirë nuk vjen nga qielli. Gjithçka vjen vetëm me punën tënde. Sa më shumë t'ja bësh ty hizmetin punës, sa më mirë të sillesh, sa më mirë të shërbesh, sa më mirë ta trajtosh kolegun, nuk ka rëndësi, është menaxheri, është sanitarja që pastron, është kamarieri, është kuzhinjeri, njerëzit trajtohen njësoj. Nuk kemi ne ndonjë ndryshim në shërbim, vazhdon kjo mungesa e theksuar e kulturës? Vazhdon shumë. Edhe fatkeqësisht për shembull, kur shkon në këto shtëpitë pritse, në këto guest house-et, bujtinat, që është vetëm familja, atje përgjithsisht me një shërbim goxha të mirë, se janë fëmijë për shembull të rritur me prindër që i kanë futur atë frymën e punës, që duhet i shërbesh mirë klientit, që duhet sillesh mirë me edukate njërin tjetrën. Po fatkeqësisht kur shkon ndonjëherë në këto hotelet shumë luksoze, edhe nuk merr shërbimin e dur, aty është problematika. Kanë thënë shumë që kanë sipërmarrje, që ne kemi problem që
turistët tanë nuk rikthehen. Është e vërtet kjo? Që vinë njerë po nuk rikthehen. Ky është problemi ngërç i madh që kemi si. Po, patjetër se shiko, turisti nuk rikthehet jo vetëm për shkak të sjelljes së njerëzve dhe të stafit që të hotelit apo të vendit ku shkon, ë. Turisti nuk kthehet, për shembull, unë nuk do të kthehesha kurrë në Ksamil. Pse? Sepse Se shumë e gjuajnë Ksamilin. në Ksamil, për shembull, janë disa plazhe aq të vogla dhe ka aq shumë shezllona sa që ti ke më afër shezllonin ngjitur se sa atë që duhet pjestarin e familjes. Shumë ngjitur, po. Kam filluar hedhin dhe këtë rërën e bardhë që të bëhet si në Bora Bora, që kur vinë ato dallgët e mëdha, deti ndotet shumë. Është problemi i parkimit, është problemi i rrugës, tashti, okej, fillovi rruga të ndërtohet, po për kapacitetin e turistëve që vinë në Shqipëri, rrugët dhe parkimet tona nuk janë të mjaftueshme. Nuk kemi infrastrukturën e dur. Po nuk bëhet fjalë. Ti, në qoftë se një turist, edhe unë, për shembull, në qoftë se familja ime shkon me pushime diku, do ta ketë patjetër një vend ku të parkoj makinën, edhe sa më tepër lehtësitë në qarkullim. Nuk mund, sepse unë nuk shkoj në Ksamil për të ndendur, për të pritur në radhë. Ose 3 ditë gjesh parkim. Unë nuk shkoj për të ndendur në trafik. Unë shkoj për të shijuar plazhin, për të shijuar natyrën e të tjera. Ne i kemi akoma këto probleme në infrastrukturë, edhe probleme madhore, sepse meqense po përmendim Ksamilin, ti ke Sarandë, ke Ksamilin, ke dhe Butrintin. Dhe të gjitha këto janë vetëm me një rrugë, që shkon edhe që vjen me një kalim, që ca parkojnë këtej, ca parkojnë ande, që kalojnë autobuzat të mëdhenj, se është një park kombëtar, një park historik atje, është Butrinti, që duhet shkojnë shumë turista ta vizitojnë, po shkojnë me fugona edhe me autobuzat të mëdhenj, po ku parkojnë këta, ku qëndrojnë? Kështu që është problematike madhe, për të mos folur pastaj për ujërat e zeza që nuk e dim akoma se ku derdhen, për të mos folur për ujin e pishëm që është akoma problematik, në shumë qytete është me orare, po këto janë problematika, jo vetëm për turistët, këto janë problematika dhe për qytetarët, se në Ksamilën Sarandë nuk ka vetëm turista, ka dhe qytetarë që jetojnë, që pavarësisht se janë në një vend bregdetar, vazhdojnë e punojnë. Kështu që kemi shumë problematika për fluksin e turistëve dhe për publicitetin që po bëhet për Shqipërinë në përbot. Nuk jemi akoma gati për të pritur. A kemi të egzageruar këtë publicitetin? Po. Si mendon ti, a duhet ta bëjmë më realist apo të vazhdojmë me këtë ritëm? Për mua ishte shumë i gabuar ajo reklam që u dhan në Times Square në New York për Shqipërinë. Sepse u dyndën aq shumë njerëz, aq shumë turist, sa që nuk lëvizte trafiku nga vendi, nuk lëviznin dot makinat. Nuk kishte mundësi, u bë jugu i Shqipërisë. Dukesh e llogaraja sikur i kishin vënë në drita. Aq shumë makina kalonin, ngjiteshin edhe zbrisnin. Po nuk kemi ne akoma kapacitetin për t'i përballuar të gjitha ata. Është vërtet. Është e pamundur. Se ujë, drita, ujërat e zeza, mbeturinat që i kemi, ku do të hedhësh syt ke vetëm mbeturina. Infrastruktura e hotelerisë, vendos hotel me 5 yje, po ndërkohë kush e ka? Janë yjet vetë vendosur. Kush e ka vendosur aty yllin? Përse është vendosur? Kështu që kemi shumë problematika, për kaq shumë natyrën e kemi të mrekullueshme. Nuk dua të ndërhyte natyra, se atë na i ka falur Zoti dhe ajo është gjëja më e mrekullueshme që kemi. Po për sa i përket punës tonë, lem akoma për të dëshiruar. Cili është komenti më i pakëndshëm që ke dëgjuar për ne nga tuajt? Unë mund të them një gjë, të gjithë, pa përjashtim, të gjithë të huaj që vinë ditën e parë në Rinas, vinë me mendim shumë negativ për Shqipërinë dhe shqiptarët. Vendi mafjas, vendi mafiozve, vendi drogës, i narkotikëve, njërën tjetrën. Ama kur largohen, të gjithë, pa përjashtim, largohen me mendim shumë pozitiv për Shqipërinë. Pra, është ndryshe çfarë reklamohet në për lajme për Shqipërinë dhe për shqiptarët, dhe është ndryshe realiteti që ata gjejnë këtu. Pra ne
në qoftë se në lajmet në përbot flitet për grupe mafioze, për trafikime njërën tjetrën, ata kur vinë këtu ndjen më të sigurt se sa në vendet e tyre. Dhe ky ndryshimi i mendimit që ata kanë për I bën të harrojnë ato mbeturinat. Të harrojnë këto gjërat e tjera. Domethënë gjithnjë thon po largohemi me mendim shumë të mirë, por mbeturinat është e tmerrshme. Ne shpresojmë që të ndryshojmë edhe që ta ruajmë këtë. Shiko, ne gjithmonë ecim me shpresë dhe unë mund të them që vit nga viti ndryshojnë. Nuk hidhen më aq shumë jo se s'hidhen fare, po nuk hidhen më aq shumë mbeturina në për lumenj. Tashti kanë filluar i mbledhin, janë koshat, diku janë të ndarë, diku janë të pandarë, po të paktën ekziston. Krijohet pak një sistem që të futemi dhe ne në atë linjën e dur. Shpresojmë sa më shpejt. Patjetër. Në rast se ti deri në çfarë momenti mendon ti se do ushtrosh këtë lloj sportesh, këtë lloj profesioni? Ose mendon se do arri një moment që do devijosh, a do bësh diçka ndryshe? Për të bërë diçka ndryshe dhe shumë ndryshe, nuk mendoj se unë mendoj që çdo njeri është i projektuar dhe i lindur për të bërë një gjë të caktuar në jetë. Kështu që unë jam projektuar për të qenë një gujë turistike edhe për të qenë në kontakt me natyrën. Nuk mund të pretendoj që me kalimin e moshës patjetër që energjitë dhe fuqitë bien dhe unë s'mund të jem kaq aktive, po që të ndryshoj dhe të bëj një gjë tjetër, kjo më duket e pamundur. Se të thash, jam projektuar për të qenë në këtë fushë. Mund të mos bëj, për shembull, mund të mos kem aktivitet 12 muaj të vitit, po 4-5 muaj do t'i kem patjetër. Si do t'i kem energjitë, do dalë në mal patjetër. Nuk ndahet nga mali, Paula. Nga uji ndoshta po nga mali. Po nga uji edhe po, se nuk është, domethënë lëkura time është në mal, jo në det. Tash unë dua të ngacmoj çik. Ti the që parë që e shoh si rritje shpirtërore, sa më shumë kaloj një sfidë më të madhe e mëtej. A të duket sikur kjo ngjitja nëpër male do që ti të plotësosh diçka, një boshllëk, ose a mos je kështu vartse e adrenalinës së këtyre sporteve? Hyn te ajo kategori njerëzish? Po, mendoj që mund të hyte te ajo kategori njerëzish. Pra unë jam e varur prej emocioneve dhe kënaqësisë që të falin këto lloj eksperjencash ose këto lloj momentesh. Se të thash, është një përmbushje shpirtërore, pra ti ndjen një kënaqësi personale, vetjake. Të duket sikur je rritur, je bërë akoma më e madhe dhe ke nevojë për më tepër akoma. Për më tepër emocione. Po ku e ka limitin kjo mbushja shpirtërore? Se, okay, arriten majën më të lartë. Çfarë synon më tej? Shiko, për shembull, mund të themi arritëm një majë të lartë. Arritëm Korabin, po themi që është maja më e lartë e Shqipërisë. Synon Everestin? Po tani, nëse Zoti e bën mbar, pse mos ta synoj dhe Everestin, po ta kam fjalën që sa herë që ti shkon në një vend, pavarësisht se mund ta kesh vizituar ose parë për disa herë, rresht, çdo herë që ti shkon dhe viziton është e ndryshme. Njerëzit janë të ndryshëm, natyra është ndryshe, temperatura e ajrit, veshjet që ke me vete, pajisjet, sfidat që të dalin gjatë rrugës. Kështu që pavarësisht se ti shkon në të njëjtin vend, komplet eksperienca që ti përshkruan është e ndryshme me çdo lloj grupi që ti ke. Ka vendi është i njëjtë, po ajo që ti përjeton dhe ajo është krejtësisht e ndryshme. Kjo e bën atë që ti të ndjehesh akoma më mirë me veten tënde, se ti provon gjëra të reja në çdo. As mund të arrish atë përmbushje në një vend afër nivelit detit. Mendon se do arrish në një ditë. Atë përmbushje e arrin dhe në nivelin e detit, për shembull, ose poshtë nivelit të detit. Jo, as poshtë as lart, po them. Vetëm atje në nivel? Po, në nivel. Të vish në nivelin tonë. Do përpiqemi dhe aty. Ti ke edhe një
biznes familjar, po e zhvillon, mos gaboj, me skit, me shtëpia pushimi. Qa do sjellësh ti aty ndryshe nga gjithë këto problematika dhe mangësi që kemi ne në turizëm, me që ke arritur edhe gjithë të eksperiencë dhe i shef më nga... Shiko, e veçanta e të gjitha saj që ne si familje kemi ndërtuar është se ajo është një qendër skijimi. Dhe në Shqipëri nuk ka 2 qendra skijimi, është vetëm një, që është 12 km larg Korçës, afër fshatit Dardë, 5 km pavajtur në fshatin Dardë. Kështu që për vetë faktin që atje ne përpiqemi shumë që ta mirëmbajmë, u përpoqëm shumë që ta krijojmë mirë, pastaj ta mirëmbajmë edhe ta zhvillojmë si kulturë edhe si sport, skijimin. Kjo e bën të gjitha të veçantë dhe unike. Për sa kohë nuk ka dalë një e dytë, ajo është e veçantë. Kemi ne premisa për zhvillimin e sportit skive, se tash edhe me përfaqësuesen që kemi Larën, sikur i është bërë më shumë reklam këtij sporti. Lara është publiciteti më i bukur që mund t'i bëhet Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Ajo është, si themi, ambasadorja ose sportistja nga më të mira që Shqipëria që e përfaqëson Shqipërinë. Që përfaqëson, po. Megjithatë, unë them që niveli i skijimit në Shqipëri nuk ka lidhje me atë të Larës. Ajo është në nivelet më të larta botërore, kurse niveli në Shqipëri është akoma amator. Një pjesë e mirë e shqiptarëve din mirë t'i ngasin skit edhe shkojnë jo vetëm te qendra jon, po shkojnë edhe jashtë shtetit që e praktikojnë Itali, Maltëzie, Austrie, Italie me radhë. Por një pjesë e madhe, shumë e madhe, janë amator. Dhe mua më vjen mirë që të gjithë vizitorët që vinë në Korçë, të gjithë turistët vendas apo të huaj që vinë në Korçë, kanë dëshirë të vinë në qendrën tonë për ta parë, për ta vizituar dhe për të bërë ski. Dhe më vjen shumë mirë për shembull kur ka njerëz nga fusha, nga qytete si Lushnja, për shembull Fieri, që janë qytete fushore, edhe kanë interes për të ardhur për të bërë ski, ose kur ka familje, për shembull, ne kemi disa familje që ata vinë çdo vit, ose për një javë rresht, ose disa fundjava rresht që e praktikojnë. Edhe për këtë më vjen mirë se ata kanë filluar normalisht nga zeroja, si që e fillon gjithë secili, kanë arritur një stad dhe tani e shijojnë atë që bëjnë, nuk kanë më frikë, se arrin t'i kenë skit nën kontroll, edhe arrin t'a shijojnë edhe t'i krijojnë vetes kënaqësi për atë që bëjnë. Me që më përmend frikën, çfarë frikash ke ti? Se tash më dukesh kështu që këto të natyrës njëri ke mposhtur të gjitha. Shiko, unë normalisht kam, nga çdo lloj gjëje kam frikë, se frika e ruan vreshtin, po frikën më të madhe e kam nga Zoti dhe vetëm atij përpiqem t'i ruhem edhe t'i qëndroj shumë korrekte dhe shumë besnike. Se me njerëzit këtu në tokë e rregulloj muhabetin. Me atë nuk, kështu që po i qëndrova atij në linjë edhe me rregullat që ai ka vendosur, jam në rregull. Përpiqem. Çfarë ke mësuar ti në jetë nga gjithë këto vite edhe nga këto sfida që ke hasur edhe në natyrë edhe në eksplorime? Çfarë të ka mësuar? Shiko, në çdo moment të jetës, si do të vi, çfarë do të bëhet, njeriu duhet jetë shumë gjakftohet. Nëse në moment je impulsiv, atëre atje e prishën dhe shkatron gjithçka. Nëse ke një problem, nëse ke një shqetësim, hall, çfarë do lloj gjëje t'jesh, duhet jesh shumë gjakftohet në mënyrë që truri të prodhoj zgjidhjen e problemit. Dhe zgjidhjen e gjithçkaje që ti ke. Në sportet që unë praktikoj, nëse unë kam problemin më të vogël, edhe unë si guid marr zjarr, po them, ose alarmohem, edhe nuk jam e qetë për t'i dhënë zgjidhje ose drejtim problemit, atëherë ka marrë fund gjithçka. Pra gjakftotësia është ajo që mësoj shumë ti, unë gjakftotësia dhe qetësia me njerëzit. Kërkojnë shumë llogari për gjithçka, pyesin shumë, ndonjëherë dhe të bezdisin dhe të mërzisin.
po ti atje për t'ju shërbyer me qetësinë dhe dashamirësinë më të madhe. Kështu që qetësia dhe gjakftotësia, unë them kur ndal në punë për shembull, nervat i lë në shtëpi. Po ku i shfrymë këto nervat pastaj mbrapa? Unë për shembull nervat përgjithsisht me mamin, atë e kam. Edhe i them një mirë më fal se për shembull ajo është personi që i ha të gjitha ngarkesat e mia emocionale. Po që se kam një problem për shembull në punë, dakord, e zgjidh, i jap drejtim, edhe nëse më merr mamin në atë moment për të më pyetur si je, atëherë aty fillon dajaku i mamit. Edhe ky është problemi. Nuk mund të them problemi, po e ngarkoj ndonjëherë atë më shumë se ç'duhet, e pastaj filloj e ndjem në faj dhe vetë, them ky është problemi jot, jo i mamit. Për gëzime për mamin, njerë që ka durim që me shpërthimet e tua. Më duron shumë. Po dikush duhet duroj. Duhet të duroj dikush. Shkon zinxhir kjo bu. Tash të gjitha ato gjërat zeza që nxorën për shqiptarët e për natyrën që kemi ne. Si mendon ti, çfarë do ju këshilloj ose çfarë mesazhi do ju jepi atij që të përmirësohemi ne? Unë mund të them një gjë që shqiptarët janë të mirët e botës dhe të keqët e vetes. Në qoftë se në shtëpinë e një shqiptari hyn një turist, nuk e di nga do të ketë ardhur ai. Nuk ka rëndësi, ka lek në xhep, s'ka lek në xhep turisti. Shqiptari do bëj namin t'i bëj më të mirën turistit. Namin. Do t'a gjej atë copën e mishit ku t'jetë e ku mos jetë, do t'ja jap turistit, nga goja e fëmijës ti do t'a ishte, do t'ja jap. Ama nëse në shtëpi i hyn një shqiptar, atje është totalisht i kundërti. Pra ti jemi sa gjysma e asaj që sillemi me të huajt, ti jemi me njëri tjetrin. Ti jemi dashamirës dhe ta shikojmë tjetrin me pozitivitet, jo me negativitet. Nuk jemi aq të mirë me njëri tjetrin sa që jemi me të huajt. Kështu që duhet të punojmë pak më mirë edhe për të mirën tonë të përbashkët. Po, se po deshëm njëri tjetrin, kush do na doj? Kush do na doj? Ai turisti erdhi, u kënaqe njërin tjetrën, po në fund të ditës me komshiun do ngrysesh, çdo ditë çdo natë. Kështu që sa më mirë ta kemi marrëdhënien midis njëri tjetrit, edhe vendi ecën më mirë. Paola, unë të falenderoj shumë njerë që more gjithë rrugën erdhe nga Korça apo stafat këtu për ne. Ishte shumë kënaqësi, bisedë e këndshme, edhe të përgëzoj për gjithë ndërmarrjet që ke marrë, edhe që ja ke dalë deri tash, edhe të vazhdosh të ngjisësh gjitha shkallët që ti ja ke vënë vetes si synim. E të uroj vetëm suksese. Edhe të falenderoj për gjithë pozitivitetin e mesazhet që ke përcjell. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, ishte shumë kënaqësi ti isha këtu sonte dhe të bisedonim bashkë. Shumë sukses edhe juve dhe sa më mirë për të gjithë. Po, faleminderit.